Duhet të kuptoj që kjo është koha për të investuar në Shqipëri. Është koha për të blerë, qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do t'jetë vonë. Nesër të gjithë do duan të vinë, të gjithë do duan të blejnë dhe do t'jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Kështu që çfarë doni të bleni, blejeni tani. Çfarë do doni të bëni, bëjeni tani. Sa do të doni që të bëni në fitime, bëjeni tani, sepse është një moment në kohë ku Shqipëria nis të lullëzoj dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë ta marrin vesh, nuk do të jetë kaq e lehtë sa që është sot, edhe pse dje ka qenë më e lehtë. Po edhe sot është mjaft e lehtë.